kjo është një vetëm një dimenzion i trajtimit jo të barabartë, ka dhe dimenzione tjera që kanë bëjnë me nevojën që në misionet të caktuara të dërgohen profile të caktuara dhe meritore. Kështu që për te i kësaj është edhe nevoja për instalimin e konkursit të brendshëm, sepse është krijuar një lloj atmosfere që në ministri të nxen nota, por nuk dihet ku të çel mëngjesi, në kuptimin e asaj që njerëzit dërgohen shpejt edhe kthehen shpejt. Përderisa praktikat e avancuara ndërkombëtare i japin, do të thotë, stafit i cili do të dërgohet, do të postohet në misione, i japin një periudhë tranzicioni më të gjatë, 3 deri në 6 muaj për përgatitje individuale, por edhe familjare, por edhe atyre që do të kthehen. U japin rastin që të kalojnë në një periudhë, një tranzicion normal. Ka ndodhur kjo, është më theksuar ky fenomen tani në kohën kur pra pritet që të ketë ndryshim ose po përfundon në mandati i kësaj. Ky fenomen është vërejtur gjithë një kur ka pasur tranzicion dhe rotacion të pushtetit, por unë mendoj që vendimarrja ad hoc vjen për 2 ose... Është më theksuar tani në këtë periudhë? Nuk kemi bërë asnjë vlerësime do të thoja, por ideja është që vendimarrja ad hoc vjen si rezultat i presioneve të jashtme, po edhe i kërkesave të brendshme, në kuptimin e asaj që paraqitet një pozitë e lirë ka një influencim, mund të jetë edhe jashtëm dhe për cilë do një farë traseje shpejt e dërgimit të njerëzve, por ajo implikon edhe kthimin e shpejt të dikujt nga misioni. Kjo mund të jetë përvojë traumatike dhe jo dinjitoze për ata që kanë shërbyer për një mandat, për një periudhë në një vend. A bëhet këtë qëllimshëm, a ka një tentim pra për të larë hesape personale, për inate personale, qoftë politike, qoftë në forma të tjera? Momentin që mungon planifikimi afat gjatë dhe i cili është i bazuar kritere standarde, ndonë se unë personalisht nuk besoj në qëllimet dhe motivet e këqija të askujt, sepse jemi një vend i vogël. Unë mendoj që njerëzit me të drejtë kujtojnë se prapa vendimarrjes diskrecionale fshihen edhe motive të caktuara, në rast të caktuara edhe jo pozitive. Kështu që do të thoja që nuk do të lënë hapësirë për interpretimin subjektiv të vendimarrjes, sepse një vendimarrje qoftë diskrecionale duhet të afirmojë njerëz që meritojnë. Në momentin që një numër i caktuar i njerëzve meriton të dërgohet në një mision ose të kthehet nga misioni, atëherë futet në funksion vendimarrja diskrecionale të atyre që kanë mandat të udhëheqin sipas një vullneti politik. Por për aq kohë sa mungon vendimarrja, për aq kohë sa mungojnë standardet, mendoj që krijohet një klimë toksike ku çfarë do vendimi qoftë edhe meritor, sepse ka edhe vendime të shumta meritore, unë mendoj le hapësirë për keq interpretime edhe për influenca dhe politizime. A ka pësuar diplomacia si pasojë këtyre vendimeve ad hoc që po thoni? Unë mendoj që po, sepse nga kolegët në sindikat, po edhe në përgjithësi në ministri, pavarësisht se si pjesë e menaxhmentit kemi njerëz që kanë integritet, po edhe një bagazh, që i respektojmë dhe i çmojmë, unë mendoj që është krijuar një klimë paksa, nëse përmendet terminologjia toksike, leadershipit toksik, unë mendoj që njerëzit e gjejnë veten në pozita të ndryshme që ndjehen që ka një atmosferë pak a shumë toksike. Kush krijon këtë? Ministria? Unë mendoj që nga pozitat menaxheriale. Nuk është fjala për persona të veçantë, as për ata që kanë mandat, është fjala për fenomenin. Për fenomenin. Unë mendoj që fenomenin kush është dashur ta luftojë pra këtë? Fenomenin do ta luftojnë ata që do të kanë një mandat politik dhe një fuqi politike për t'i bërë ballë rezistencave të caktuara, për shkak se jemi një shoqëri e vogël dhe njihemi pashëm të gjithë, për t'i bërë ballë rezistenca në mënyrë që një herë e mirë reforma në kuadër të Ministrisë Punëve të Jashtme të futet në një trase të sigurt dhe të qëndrueshme, sepse po bëhet fjalë për një personel që unë mendoj që krahas ushtarëve, policisë, mjekëve dhe punëtorëve të arsimit, unë mendoj që janë një kategori e veçantë që meritojnë një trajtim të veçantë dhe mendoj që stafi i Ministrisë Punëve të Jashtme si brenda ashtu edhe jashtë është një staf i shkëlqyeshëm, nuk do të ishte drejtë që atmosfera përgjithshme publike qoftë edhe politike të bartët ose të trashëgohet në kuadër të institucionit, përkundër asaj mendoj që kushdo që vjen duhet i bëj ballë atyre rezistenca në mënyrë që kanë frikë njerëz se ata është ambient toksik, kanë frikë njerëz që deklarohen që të flasin sepse përmenden disa shprehje.
Që pushteti mund t'i largoj, mund t'i ndroj. Ta them me siguri të lotë që pavarësisht se çfarë lojalitete politike dhe çfarë bindje politike mund të ketë personeli i Ministrisë Punëve të Jashtme nga të gjitha krahët, unë mendoj që në momentin që ata futën në Ministrinë e Punëve të Jashtme, i vetmi interes i cili shtyn ata është interesi i përgjithshëm publik dhe agjenda shtetërore e institucioneve të Republikës. Qartë pra kanë frikë pastaj nga menaxhmenti, nga lart që mund nuk e kuptova pyetjen fal. Jo, a mund të sabotohen ose a mund të pësojnë nëse nga menaxhmenti lart, siç thotë ju, nga politika? Unë mendoj që jo, nuk ka si qasje, po poenta është nuk ka edhe një vizion dhe një strategji të përmirësimit të proceseve në kuadër të Ministrisë Punëve të Jashtme. Dhe kjo përrjedhoi pas shumë vitësh të formimit të institucioni e ka mbajtur këtë kolektiv, këtë kategori të shërbysëve dhe diplomatëve në një vend pozitë, vend numër A, dhe kemi ardhur në një pikë që mendoj që duhet hapur një